Në qytetin e Kukësit u zhvillua finale e konkursit të teatrit mes shkollave përfaqësuese nga Kuksi, Hasi dhe Tropoja. Aktiviteti mblodhi nxënës dhe mësues nga 3 bashkitë e qarkut, duke sjellë në skenë interpretime artistike dhe mesazhe edukative përmes teatrit. Drejtuesit e arsimit të vlerësojnë angazhimin e nxënësve dhe mësuesve në këtë konkurs, duke theksuar se aktivitetet artistike ndihmojnë në zhvillimin e talenteve. Në përgjithësi të gjitha skuadrat ishin përgatitur mirë. Nxënësit ishin tepër të përkushtuar, tepër të kënaqur, edhe për këtë punë jemi shumë krenar. Nxënësit pjesëmarrës shprehen të lumtur për eksperiencën dhe emocionet që kanë përjetuar në skenë. Ka nusja. He e mira unë si molla e kuqen rem. Hallallgjini që të kam dhënë o birë. Ishte një pjesë mjaft e bukur pasi përshkruante një dramë të Malësisë së Gjakovës, ku në ditën e dasmës djali largohet për të marrë babain e nusës dhe vritet. Unë në këtë dramë isha nëna e djalit që u vran luftë për shkak të një personi negativ që e ka vrarë për shkak të hakmarrjes së. Në përfundim të garës, juria shpalli fituesit e këtij edicioni. Vendin e parë fitoi ekipi përfaqësues i Kukësit, vendin e dytë Tropoja, ndërsa vendi i tretë ju dha Hasit. Fituesi i këtij kompeticioni do të përfaqësojë qarkun e Kukësit në finalen kombëtare, ku do të përballet me shkolla nga e gjithë Shqipëria.